Në suazat të programit për bashkëpunim ndërkombëtar të financuar nga Unioni Evropian, Komuna e Gosivanit si zbatues e udhëheq projektin me partnerët e saj, Kariera Ime dhe Qendra për Zhvillim Malor dhe i fton të gjitha etnitetet e interesuara, kompani, shoqata, organizata qeveritare dhe jo qeveritare, të cilat të marrin pjesën në sektorin e hotelerisë dhe turizmit, të paraqiten për pranimin e nxënësve nga Shkolla e Mesme Ekonomike e Gostivarit, Gostivar, për praktikë verore në kohëzgjatëre maksimale prej 1 qershorit e deri më 31 gusht të vitit 2015. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është rritet zhvillimi ekonomik në komunën e Gostivarit përmes krijimit të kapaciteteve për zhvillim të qëndrueshëm të turizmit me investim në resurse njerëzore, intervenime të vogla në infrastrukturë dhe formimin e sistemit për funksionim të integruar të gjithë aktorëve lidhur me turizmin. Kushtet për aplikim që duhet të t'i plotësoj subjekti. Fillimisht i njëjti duhet të jetë aktiv në fushën e turizmit dhe hotelerisë. Këtu marrin pjesë kompani si që janë restoranet, hotelet, motelet, kampet, kafenet, agjencit turistike e tjerë, si dhe organizata jo qeveritare dhe qeveritare të cilat të punojnë në zhvillimin e turizmit. Nga këtu dalin edhe obligimet e kompanive. Subjektet të cilat janë të interesuara të pranojnë nxënës për punë praktike 3 mujore. Duhet të caktojnë nga ana e të punësuarve të tyre një mentor i cili do të kujdeset për pjesëmarrjen aktive të nxënësve në punën e kompanisë. Gjithashtu, mentori i zgjedhur do duhet të vizitoj një trajnim ditor ku do të njoftohet me metodologjinë e standardizuar për punë praktike. Trajnimi do të jetë pa pagesë për subjektin, ndërsa projekti zhvillimi i prodhimeve të integruara turistike për rritje të qëndrueshme ekonomike në rajonin e Gostivarit dhe Korçës do të jetë përgjegjës për aktivitetet administrative edhe ate. Sigurimi profileve adekuate të nxënësve, përgatitja e marrëveshjes me subjektit dhe nxënësve dhe kompensimi për praktikën verore të nxënësit. Subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë letër interesimi me përshkrim të shkurtër të kompanisë, organizatës dhe specifikat, për sa praktikant janë të interesuar, për çfarë periudhe të punës praktike, maksimum 3 muaj, dhe nga cili drejtim arsimor, juridik, financa, kontabilitet, marketing.